për Shqipënisë që është 100 vjetë shtetë. Pra, ishim në procesin e integrimit, kam qenë vetë i përfshirë, mund t'ju them që Kosova ishte barabart me Malnezi. Sa i përket procesit integrimit. Po foli më shumë se 12 vite. Bosna jemi... Jo, në fakt, Bosnia tragjikisht për Kosovën. Bosnia ka statusin. Ne as, do më thonë, nuk jena... Në që e ka statusin në shtet jo funksionë. Po, tragjikisht për Kosovën... Jo, nuk jena as me Bosnia. Shtetet 30 vite ka statusin. Dhe po ta japi një shembull tjetër. Për arsye tërësisht populiste, populli i Kosovës është maltretuar për më shumë se 6 vite sa i përket procesit liberalizimit të viza. Dhe po të njëjtit njerëz që e kanë bllokuar këtë proces me krenari pa asnjë marrë i merrnin kreditet për procesin e liberalizimit të vizave, duke marrë parasysh që Komisioni Evropian zyrtarisht para 2018-s, më themi, ka konstatuar që Kosova të gjitha kriteret teknike i ka përmbushur. Është raporti, domethënë, zyrtarisht 2018-ën. Me sa dim 2016 ka qenë procesi gati. Ka ndalë mande kriterje politike demarkimi me Malnezi. Po, pikërisht. Edhe po e kemi ta shembullin e Këshillit të Evropës, edhe kur ka apliku. Ata është përdo me thonë që është paftyrësi, dyftyrësi politike është që kjo? Është dyftyrësi politike, sepse po të mos e kishin blokuar këta njerëz për 6 vite, apo po të mos e, ja, që më thonë, këtë drejt themelore njerëzore t'ja mundësonin qytetarëve të Republikës për 6 vite të udhtojnë, është kënaqësi tani, të shkosh në Evropë kur i shoh aeroplanat plot me njerëz me pasaport Kosovës. Aeroplanat i sheh plot, po katunët i ka ishe zbrasit. Po flas për turizëm, nuk po them për këtë. Për pjesën tjetër nuk po du me ynde, sepse nuk do të marrë shumë kohë, po kjo qeveri do të mbahet në mend për zbrazjen më të madhe të Kosovës në histori të Republikës Kosovës. Kur fola për dyftyrësi politike, ideja ishte kjo, nëse thuhet kriteret teknike i kemi plotësuar në 2018-ën, po ka pas njerëz që e kanë kundërshtu, njerëz parimor, po flas një prej tyre është kryetari Podujevës, njëra është presidenti e shtetit, do tjerë janë profile interesante. Kanë thonë tash politika i ka fajet. Apo ju duket në gjajshëm argumentit që për Këshillit të Evropës kriteret teknike i kemi plotësuar, po politika i ka fajet. Jo, veç një sekondë, se unë kam qenë Këshillit të Evropës. E kom themelu misionin. Kriteret teknike ne kena përmbush para 10 vite. Unë jam ka flas për kandidaturin që nuk ka asnjë veprim që 3 vite është aplikime, janë mbush. Por 2 aplikime, Këshilli të Evropës, edhe për statusin kandidat janë aplikime populiste koti, të cilët e kanë dëmtuar Kosovën, sepse e kanë ditur që nga fillimi që ky proces nuk do të përfundoj favorshëm për Kosovën. Që për statusin kandidat goti kanë harruar njerëz. Ideja është... Ala me ceremoninë në Praga. Ideja është tradicionalisht edhe aplikimet, qoftë në këto mekanizma, qoftë në Interpol, qoftë, kur i kemi ban kryen vete, dhe më thonë kanë rezultu që shtu. Vërtet është, dhe Interpol i ka Prandaj, këto janë dëshmi më e mirë që politika duhet t'i tras mendjes, ndërgjegjes, të kthehet në taborin e duhur, të mos vej veprime populiste, të koordinohet